Pastaj Allahu than Kur'an, wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas, wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Tha Allahu Azza wa Jalla këtë ajet, na shembuj që i sillmi në Kur'an, shembuj të ndryshëm. Allahu Azza wa Jalla nëse e kap Kur'anin me çflethu, ki me gjithë se Allahu Azza wa Jall ka pru shembull milingonën, mizën, i mongën Allah Azza wa Jall dhe shembuj të ngjashëm ka pru në Kur'an, që ata të cilët nuk kanë dije dhe ata të cilët s'kanë edhe besim, thonë po çka i sjelli Allahu këta shembuj? E Allahu neve na përmeni këtu në Kur'an tha, wa ma ya'qiluha illa al-alimun. A mo rëndësin e këtyre shembujve në Kur'an, rëndësim pëse Zoti e përmendi marimongën në Kur'an, rëndësim pëse e përmendi mizën në Kur'an, rëndësim pëse e përmendi milingonën bubresin në Kur'an, tha këto e din, veç njerëzit e dijes. Apo e veni sa herë Allahu po argumentohet me fjalët e njerëzve të dijes. Çka tregon që kjo tregon për vlerën e madhe që e kanë këta njerëz,